tek rasti I Kumanovës. Zonja Iseini, doja nisja në këtë rast me ju, sepse ju jeni edhe më e përfshirë në gjithë këtë proces, jeni avokate, jeni avokate, dhe në çfarë niveli ka arritur ky rast dhe a mund kemi një parashikim për epilogun e rastit Kumanovës? Sa I përket rastit të Kumanovës, nuk mund të anashkalojmë edhe procesin e hetuesisë, pa mos e zbërthyer edhe procesin e hetuesisë. Gjithëtë, procesin e hetuesisë e kam përcjellur shkelje flagrante të drejtave të akuzuarve. Do të thotë, nuk është hetuar mjaftueshëm nga ana e prokurorisë, me qëllim apo pa qëllim, me vedi apo pa vedi, apo për qëllime caktuara, nuk e di. Konkretisht, në nenin 70 të kodit të procedurës penale janë të definuara në mënyrë të qartë të drejtat e të akuzuarit. Prokuroria, gjatë marrjes në pyetje të akuzuarve për rastin e Kumanovës, duke u lexuar udhëzimet për të drejtat që I kanë të akuzuarit sipas ligjit, ndër të tjera ishte e drejta për një kontroll mjekësor. Të gjithë klientët që I përfaqësojmë apo I mbrojmë ne, u deklaruan se kanë nevojë për një trajtim mjekësor për të vazhduar pastaj për dhënien e mbrojtjes. Prokuroria ndërpreu marrjen në pyetje të akuzuarve me qëllim që t'ju jepet e drejta e kontrollit mjekësor. Pas kësaj, heshtje nga prokuroria, heshtje nga gjykatësi I procedurës paraprake, I cili në këtë rast është garant, luan rolin e garantit për respektimin e drejtave të akuzuarve. Do të thotë, ngritet akt akuzë për terrorizëm dhe organizat terroriste, pa mos I marrë në pyetje apo pa mos dhënë mbrojtje të akuzuarit, pa mos u ballafaquar me provat të cilat I posedon prokuroria. Dhe fillon një proces gjyqësor. Si mund të llogarisim një proces të mirëfill gjyqësor me gjithë këto shkelje nga ana e prokurorisë? Pastaj, është njohura për opinionin, dhuna ndaj grupit ndaj djemve, dhuna policore që ushtrohet. Do të thotë, vazhdimsi kemi pengesa në këtë proces gjyqësor. Asaj përket veprave penale për cilat akuzohen këta djem, unë kategorikisht nuk pajtohem. Nuk kemi të bëjmë me terrorizëm dhe organizat terroriste. Në rastin e Kumanovës, është fakt se kemi 18 persona të vrarë, kemi mbi 40 persona të plagosur, kemi shtëpi të rënuara. Mirë po, nuk kemi civil të vrarë. Të gjithë të akuzuarit janë dorëzuar me ndërmjetësimin e OSBE-s. Të thotë, në këtë rast nuk është bërë hetimi mirëfillt në rastin e Kumanovës. Gjatë procesit gjyqësor, ne kemi komunikim të vazhdueshëm me klientët e tanë. Dhe mbas të provave që kemi grumbullu, qoftë materiale apo verbale, konsideroj se ekziston një dorë e largët, e cila I ka nxitur, I ka shtytur, I ka vunë në lajthim, I ka tradhtuar këta djem kosovar, duke I keq përdorur ndjenjat e tyre patriotike. Dhe vazhdimsi është e njohur për opinionin, mirë po prokuroria hesht pas gjithë këtyre dyshimeve të ngritura, qoftë nga ana e mbrojtjes, qoftë nga ana e të akuzuarve, qoftë nga ana e familjarëve të akuzuar. Do të thotë, procesi gjyqësor zhvillohet me një sër pengesash. Nuk është hetuar. Shpresoj dhe besoj se gjykata do të sjellë një vendim të drejtë. Mirë po, para se të sjellë gjykata një vendim të drejtë, besoj se prokuroria do të bëjë rikualifikimin e veprave penale. Nuk kemi të bëjmë me terroristë. Nuk mohohet rasti Kumanovës. Nuk e mohojnë pjesëmarrjen këta djem në ngjarjet e Kumanovës. Nuk e mohojnë fajsin. E mohojnë se janë terroristë. E mohojnë se është UÇK-ja organizat terroriste. Ata djem kanë luftuar me uniform të UÇK-s dhe kanë qëndruar, është fakt se ata kanë qëndruar 10 ditë. Për 10 ditë nuk është ankuar asnjë qytetar I Kumanovës se kanë ndonjë lloj presioni, panike. Do të thotë, dhuna ka eskaluar në momentin kur policia ka arritur në Kumanov. Do të thotë, policia I ka tejkaluar kompetencat e saj dhe ka eskaluar situata. Sido që tjetë, bëjmë dije se nëse vazhdon ky proces gjyqësor dhe të ngarkohen këta djem për këto vepra,
terrorizëm dhe organizat terroriste, procesi gjyqësor për rastin e Kumanovës nuk do të përfundon në bankat gjyqësore të Maqedonisë. Pra, zoti Xhaferi, dëgjuam dhe zonjën Iseini, që është avokate mbrojtëse në rastin e Kumanovës. Edhe ajo foli për keqtrajtimin e të burgosurve. Ankesat kryesore të familjarëve janë në këtë drejtim, që të burgosurit po keqtrajtojnë gjatë transportimit të tyre në përgjykat, por edhe në paraburgim. Dhe shtroj të pyetja, aq pushtet nuk keni ta ndaloni keqtrajtimin e tyre që është kundër ligjor? Në radhë të parë, më lejoni që të sqaroj për opinionin, se pikërisht për këtë rast, edhe unë si minister, edhe ministri paraprak ka pasur komunikim të vazhdueshëm me avokatët mbrojtës, gjithmonë duke shfrytzuar vijën zyrtare, por edhe unë personalisht kam takuar disa herë familjarët e të akuzuarve edhe tek unë në Ministri të Drejtësisë për të ndëgjuar shqetësimet e tyre të cilat i ngrisin rreth... Dhe ju ka njoftuar se të afërmit e tyre po keqtrajtohen? Rreth gjatë transportit, rreth maltretimeve të cilat paraqiten pikërisht nga marrja në paraburgim deri te dërgimin në gjykatë dhe njëkohësisht kam qenë në komunikim të vazhdueshëm pikërisht për këtë çështje edhe me zëvendës ministrin Nuhiu dhe në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo çështje është duke u shqyrtuar dhe kanë filluar edhe hetime dhe zëvendës ministri Nuhiu ka ngritur grup pune, pjesë të cilës janë edhe përfaqësues nga kabineti im, nga Ministria e Drejtësisë, të cilët po shqyrtojnë të gjitha ankesat të cilat kanë ardhur edhe nga avokatët, edhe nga familjarët, por gjithashtu edhe nga ata të cilët aktualisht janë paraburgim. Dhe për këto shqetësime është diskutuar edhe brenda seancës së qeverisë. Unë me vete sot kam sjellur konkluzionin, i cili ka ardhur si rezultat i kërkesës time në qeveri për të trajtuar pikërisht shqetësimet të cilat vinë nga avokatët dhe nga pala mbrojtëse dhe në rast se ndonjë nga pjesëtarët e policisë ka te kaluar kompetencat e tij gjatë transportit dhe njëherët me këtë konkluzion kam kërkuar llogari nga ministri i punëve të brendshme që të jep përgjigje zyrtare për këtë çështje. Gjithashtu, për këtë problematik nuk kemi qëndruar duar kryq dhe kemi shfrytzuar të gjitha mekanizmat tona. Kuptohet mekanizmat të cilat i ka në dispozicion ministri i Drejtësisë dhe me njëherë kemi ftuar edhe kryqin e kuq ndërkombëtar që të vizitoj këto të paraburgosur dhe njëherë të bashkëbisedoj me ta për të sqaruar të gjitha problemet të cilat i kanë paraqitur ata. Dhe këtu me vete kam sot dokumentin i cili është edhe raport zyrtar i kryqit të kuq ndërkombëtar për këtë problematikë. Më lejoni gjithashtu, sa ta përfundoj të lutem, më lejoni gjithashtu të konstatoj se pikërisht kompetencat të cilat i ka Ministria e Drejtësisë, i ka shfrytzuar në mënyrë institucionale dhe pikërisht në konform këtyre kompetencave jemi duke reaguar që këto pretendime të cilat faktikisht po paraqiten gjatë transportit të ndërpriten dhe njëherët të merren në llogari të gjithë pjesëtarët e policisë të cilët kanë shkelur ligjin. Përshëndes gatishmërinë e Ministrit të Drejtësisë, po ashtu edhe të zëvendës Ministrit të Punëve të Brendshme për trajtimin e këtyre rasteve, mirë po ua bëj me dije se këtu kërkohen veprime konkrete se gjendja është alarmante. Unë nuk e di se klienti im a është në gjendje për ta përcjell procesin gjyqësor, edhe për kundër kërkesave të panumërta të gjykatësi procedurës paraprak, të gjykatësi për ankesave të akuzuarit të mjeku i burgut, ata i neglizhojnë dhe vazhdojnë me të njëjtën. Më duhet, sepse jam vërtet po, zoti Beqiri, sepse pyetje... Çështja vazhdimisht e thëmë shumë e prekshme dhe ndjeshme. Në Maqedoni nuk respektohen ligjet dhe drejta. Ky koalicion qeveritar, VMRO, BDI, është ka e shkatron shtetin dhe të drejtën dhe demokracinë. Se kjo është kështu, tregon rasti i Kumanovës. Se kjo është kështu, tregon rasti me familjarët e të
para burgosurve që presën deri te burgu të Çutkës. Se kjo është kështu tregon edhe gjatë Kushte njerëzore. Po lutem, se kjo është kështu që i thot avokatja janë kushte marramense. Njerëzore janë. Unë tash do të ndalem te disa çështje shumë praktike, ju lutem. Se situata është shumë alarmante, edhe mos rrim partnerët e koalicionit. Kur ndodh ky rast, kur menaxhon me qeverin partnerët e koalicionit. Kjo është Tani, elusi. keni një zgjidhje si parti, zoti Beqiri, sepse jam në minutat e fundit të emisionit i kemi të kaluar limitet kohore. Se ndodh kështu, përgjithse për rastin janë partnerët e koalicionit. A keni një zgjidhje si parti? Ja ta marrim, ndoshta do të ishte zgjidhje ekstradimi i tyre në Kosovë për ata që janë shtetas kosovar. Mos ta lëm para opinionit. Unë do ta konstatoj, kam parasysh edhe këtë çka po duhet ta them sen ku them. Përgjithësia është dydimensionale në aspekt politik qeverisës, ku përgjithësi mban te rasti konkret, pa që të thuhet para opinionit. Duhet të ketë përgjithësi gardiani i burgut, drejtori i burgut, zëvendës drejtori, ministri drejtorie e burgjeve dhe ministri i drejtësisë. E di pse e them këtë. Nga njëra anë, nga tjetra anë, duhet të ketë përgjithësi gjykatësi procedurës paraprake, kryetari i gjyqit kompetent përkatës gjyqit Shkupit 1 dhe këshilli prokurorëve, ku këto i emnojnë gjykatësit edhe kryetarët e gjyqeve. E di pse e them këtë? E them për një argument, se kur i shkon lënda nga kryetari i gjyqit, nga gjykatësi procedurës paraprake, drejtorit burgut, se për shembull me 15 e them tetor kemi gjykim, ose me filan dite kemi gjykim. Ministria e drejtësisë, drejtori i burgut klip asistencë nga organet e punëve të mreçme. Asistenca, ju lutem Marta, për opinion, se policët special nuk janë gjykatore mrenda. Nuk është kontestuese, zoti Beqiri, nuk është kontestuese dhuna. Nuk është kontestuese, kemi dëshmi relevante. Po kush ka përgjegjësinë në dhunën? Edhe përgjegjësinë e dini, edhe kryetari. Ato janë një metastaz. Gjykatësi na kërkon dëshmi se ka shenja të dhunës. Mjeku e shkruan se nuk ka shenja të dhunës. Është çështja më e prekshme e kësaj materie, ky gjykimi. Është çështja e manipulimeve, thot zonja Iseni. Po, është një metastazë e gjithëve. Që nuk mundemi puna, veç pak më lejo. Përgjegjës për transport prej burgu në gjyq dhe prej gjyqi në burg janë gardianët e burgut. Është drejtori i burgut. Ministri i drejtësisë. Lutem. Aty tash fizikisht qëndrojnë burg, ato përgjigjen, jo njësit speciale. Gardiani burgut, drejtori burgut, të cilën ministri që e propozon në qeveri, ajtë duhet mba përgjithsi. Për keq përdorimin. Për keq përdorimin që u bahen, të para burgosërve mba përgjithsi drejtori burgut, gardiani burgut. Sepse vërtet, zoti Beqiri, kemi shkelur gjitha limitet kohore. Dhuna nuk kemi këtu të bëjmë me keqpërdorim, këtu kemi me dhunë fizike dhe psiqike. A më dhunë për keqpërdorimi detyrës. Dhuna, kur bëhet nga një personi me duar dhe këmbë të lidhura është krim. Nëse ky krim bëhet nga institucionet, nga nënpunës të institucioneve, është krim shtetëror. E tash kush e bën këtë dhunë? Lutem, këtu Zoti Beqiri, vërtet jam në fund të emisionit. Lutem edhe këto. Do e bëjmë dhe një debat posaçëm vetëm në këtë temë. Kjo çka thot avokatja është kështu. Po dhunën që e tolerojnë këto, që e lejojnë këta, nuk duhet ta lejojë gardiani i burgut dhe drejtori. Nuk duhet prokurori gjykatësi procedurës paraprake dhe kryetari i gjyqit. Përgjegjësia zinxhirore, zoti Xhaferi. Kryetari i trupit gjykues edhe kryetari i gjyqit. Edhe kryetari i gjyqit. Ato duhet marrën. Ju lutem. Edhe njerë po e përsëris, jam në komunikim të vazhdueshëm edhe me familjarët dhe po marrim të gjitha informata. Apo merrni masa, zoti Xhaferi. Komunikimi është irelevant nëse ata vazhdojnë të shkajtojnë. Ata duhet jetë shkarkuar të burgosën të qenë. Ka vepra penale, vepër penale gjatë kryerjes së detyrës. Kemi kërkuar llogari. Edhe nga institucionet, pikërisht nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila është përgjegjëse për bartjen e të paraburgosurve nga paraburgimi. Leni si bie të gjitha informatat të cilat na vinë dhe ne edhe unë personalisht jam në komunikim të drejt për drejt, edhe me burgjet, por edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, që këto... Zoti Xhaferi, a e dini ju se çfarë gjendje është Enver Hoxha Klein? Pikërisht... Çfarë gjendje përcjell procesin gjyqësor? Këto shqetësime të cilat ngritën, e thash edhe më herët, është grup pune apostafat për këtë çështje, i cili do të merr në llogari, dhe kjo është masë konkrete,
Situata është alarmante, zoti Xhaferi. Këtë po e merr në kuptoj. Ja dhe pyetje të zonja Iseni thot, gjendja ne shëndetësore e tyre unanimisht është e rëndë për shkak të jemi- keq trajtimit. Ne jemi seriozisht E të bëjmë dije interesuar dhe po publikisht. bëjmë të gjitha përpjekjet edhe masat të cilat janë ndërmarrë nga institucionet Ministria e Drejtësisë, Diku Ministria e do Punëve të bëhen Mbrojtshme. përpjekje, jo, thëmë një sen. Po janë ka Tani, përpjekje, ndi që ka kemi edhe përpjekje. shumë për debatuar, sidomos në këtë temë. Nga këshilli Zoti gjykatësve, Beqiri. këshilli gjykatësve, republikanë gjykatësve do shkarkohet kryetari i trupit gjykus edhe kryetari i gjyqit Shkupit 1. Ajo Pra në drejtësi e masat Këshillit duhet Gjyqësor, merren, Ministria e zonja Drejtësisë. Iseni thotë se Ama situata nuk është ka alarmante. ndërcohën shkarkimin dhe emrimin Ju lutem. Kur nga Ministri i Drejtësisë dhe Ju lutem, zoti iniciohet Beqiri. iniciativa në qeveri që të shkarkohet drejtori i burgut, pse i lejon? Është iniciuar. Pse i lejon? Pse i lejon kish përdorimin? Ju lutem, zoti Beqiri, zoti Xhaferi. Ju bëj me Zonja dije dhe Iseni. apeloj që të ndërpritet me njëherë dhuna ndaj klientëve të mi. Nëse bën me vazhdon dije? edhe Ku një apelon? ankesë, Ku ankesë të Beqiri, gjitha ku institucionet lutem? relevante, Ku të shto apelon? që i kemi, Po të te gjitha partnerët institucionet. duhet thuhet Zoti Beqiri, ta lësh tash përgjithësia perëndimin, duhet ta përmbyllim Nëse emisionin. vazhdon kështu, do të detyrohemi unanimisht edhe mbrojtja, edhe të akuzuarit ta bojkotojmë procesin gjyqësor. Me mjetët dhe metodat e tona do ta bojkotojmë këtë proces gjyqësor. Mirë, mua këtu më duhet të përfundoj emisionin. Ju falenderoj që të